Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton për ditëshëm komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 1 gusht. Urojmë një ditë, një muaj të bekuar, të mbar, dhe data 1 gusht për ne starton kreshmët e gushtit, pra që janë periudha kreshmore deri në datën 15 gusht, ku ne përgatitemi për të kremtuar fjetjen e ylindes, që është edhe pashka e verës dhe është një kremtë e madhe mariologjike, por që kisha përgatitet për disa ditë kreshmore, gati 2 javë kreshëm, dhe është një kreshëm relativisht e ngjashme me kreshmët e mëdha, dhe kjo është një përgatitje shpirtërore dhe trupore para se të kremtojmë fjetjen e ylindes në datën 15 gusht. Dhe në datën 1 gusht, Kisha Ortodokse na nxit lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 10, vargu 16 deri në vargun 22. Le ta lexojmë dhe të komentojmë sipas hetërve. Ja unë po ju dërgoj si dele në mes të ujqeve, ini pra të mençur si gjerprin dhe të pastër si plumbët. Por uni nga njerëzit, sepse do t'ju zvarisin përpara sinedrave të tyre, do t'ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. Do t'ju çojnë përpara guvernatorëve dhe përpara mbretërve për shkakun tim, për të dëshmuar para tyre dhe para jo ebrejve. Dhe kjo do t'ju dorëzojnë, dhe kur do t'ju dorëzojnë në duart e tyre, mos u shqetësoni se çfarë dhe si do të flisni, sepse në atë çast do t'ju jepet se çfarë duhet të thoni. Sepse nuk do t'jeni ju që do të flisni, por fryma e atit tuaj do të flasë në ju. Do të dorëzoj vëllain në vdekje, dhe ati të bijën, dhe bi do të çojnë kundër prindërve dhe do t'i vrasin. Dhe të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim, por ai që do të qëndrojë deri në fund do të shpëtojë. Pra kjo është pjesa që lexojmë sot nga Ungjilli sipas Mateut, siç tham, kapitulli 10 vargu 16 deri në vargu 22. Ky fragment bën pjesë për atë fjalim që Jesui u thot të 12 nxënësve kur i dërgon në mision. Etrit e kishës kanë parë këtë tekst jo vetëm si një udhëzim për apostujt, por si një përshkrim të jetës së çdo krishteri që dëshmon për Krishtin. Por fillojmë të lexojmë vargjet dhe t'i komentojmë sipas hetërve. Ja unë po ju dërgoj si dele në mes ujqeve, ini pra të mençur si gjerprin dhe të pastër si pëllumbat. Shënjangu i arti thekson se Jesui nuk premton siguri toksore. Ai dërgon dishepujt si dele, jo si uqër, por gjithashtu se fuqia e tyre nuk do vi nga dhuna, por nga besimi dhe durimi. Shën Agustini Hipos shpjegon se urtësia e gjarprit është aftësia për të mbrojtur kokën, domethënë për të mbrojtur besimin, edhe nëse humbet gjithçka tjetër. Pastërtia e pëllumit nuk kupton zemrën pa mashtrime dhe pa urrëtie. Shën Hieronimi thotë se i krishteri duhet të bashkojë zgjuarsinë me pafajësinë. Vetëm zgjuarësia bëhet dinakri, ndërsa vetëm pafajësia mund të bëhet naivitet. Pra duhet të jenë të gërshetuara të dyja. Besimtari nuk thirret për të qenë i paditur ose agresiv, ai duhet të jetë i matur në vendime, të di kur të flasë dhe kur të hesht, por gjithashtu me zemër të pastër dhe pa ligësi. Kështu duhet të kuptojmë fjalët e Krishtit, pra ju dërgoj si dele midis ujqeve, por të jeni të zgjuar, të mençur si gjarpri dhe të pastër si pëllumi. Dhe në vargun 17 lexojmë: por uni nga njerëz, sepse do t'ju zvarisin përpara sinedrave të tyre, do t'ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. Shënjangu i arti shpjegon se Jesui nuk nxit mosbesim ndaj të gjithëve, por një realitet. Pra, të dëshmosh për Krishtin, patjetër që kjo nuk mirëpritet në shumicën e rasteve nga njerëzit, por ka një kundërveprim, kundërpërgjigje, sepse njerëzit që nuk e besojnë Perëndin, patjetër që kanë energji demoniake brenda tyre, dhe është djalli brenda tyre që krijon këtë reaksion dhe agresivitet kundër dërguarve të Krishtit. Edhe njerëzit fetar, po që kanë një fe jo të krishterë ose një fe hipokrite, mund të kundërshtojnë të vërtetën e besimit në Krishtin, kur zemra e tyre është e mbyllur. Prandaj Shën Agustini thotë se përndjekja shpesh vjen nga ata që mendojnë që mbrojnë fen, dhe nuk ka gjëra më të gabuara se sa gjëra që bëhen në emrin e fes ose në emrin e Zotit. Madje vrasje, luftra, si them, edhe krime janë mbuluar në emrin e fesë dhe në emrin e Zotit, sikur i shërbejnë vullnetit ynor. Ose si thotë Krishti në vend tjetër, dhe duke vrarë ju mendojnë se i shërbejnë Perëndisë. Jo çdo kundërshtim ndaj besimit vjen nga armiq të hapur. Ndonjëherë sfidat lindin edhe nga brenda familjes,
shoqërisë dhe komunitetet fetare. Prandaj, nuk do të çuditemi që edhe brenda një komuniteti fetar mund të ketë një kundërshti të njerëzve të cilët jetojnë me besim dhe me pastërti shpirtërore, por që kanë një kundërshti edhe brenda komunitetit, sepse është zilia, është smira, është hipokrizia. Pra, janë gjëra që neve nuk duhet të skandalisemi. Pra, ne dim që vetë Zoti Jezu Krisht u kundërshtua nga institucioni fetar, madje u gjykua padrejtisht dhe u dënua me vdekje. Sa shenjtor kemi që vetë institucioni kishtari keq përdorur është bërë akuzuesi kundër shenjtorëve, por që kisha në ndëgjensa universale dhe të pagabueshme i ka demaskuar këta njerëz hipokrit dhe të pabes, ka çkishëruar ose ka hedhur poshtë vendimet e këtyre sinodeve mëkatar dhe hipokrit dhe ka lartësuar shenjtorët dhe ka vlerësuar vendimet që janë të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë. Por, i themi gjitha këto që të mos skandalisemi, sepse ndonjëherë krijohet një ide sikur në kishë çdo gjë është perfekt. Patjetër që në kishën qiellore triumfante është perfekt, por në kishën toksore kur është elementi njerëzor mëkatar dhe me dobësi dhe vese, hipokrizi, zili, çmir, patjetër që ndodhin edhe skandale. Prandaj dhe duhet të mos të riqemi, po të qëndrojmë me durim, me përvërsi dhe të themi të vërtetën me dashuri. Në vargun 18 lexojmë: "Dhe do t'i çojmë përpara guvernatorëve dhe përpara mbretërve për shkakun tim, për të dëshmuar para tyre dhe para jo ebrejve." Në këtë varg na thuhet, siç thotë Shënia Gojarti, se ajo që duket si turp u bë mundësi për predikim. Pra, Krishtin e çuan për ta turpëruar në sinedër ose për ta vendosur në kryq, por nëpërmjet gjykimit pa drejtë dhe vendimit për kryqëzuar Krishtin, Krishti solli shpëtimin tek njerëzit. Po ashtu dhe apostujt, si nxënës të Krishtit, ata u arrestuan, u akuzuan për të turpëruar. Por apostujt e përfituan nga kjo situatë për të predikuar edhe aty ku nuk mund shkonin dot, edhe në sinedër ose përpara mbretërve. Apostujt dëshmuar për Krishtin pikërisht në përgjyqje, dhe kjo ishte dëshmi për Perëndin në dy drejtime. E para, që edhe mbretërit, edhe pushtetarët, të cilët e kanë të vështirë për dëgjuar, sepse janë të mbyllur në atë suazën e vet, edhe atje në vendin e tyre të izoluar i shkon fjala e Perëndis, por edhe diçka tjetër që askush nuk mund të thotë se unë nuk kam dëgjuar fjalën e Zotit. Fjala e Zotit nuk mund të lidhet, fjala e Zotit shkon kudo, dhe të gjithë ju jepet mundësi për të dëgjuar fjalën e Zotit, por jo të gjithë patjetër e besojnë, prandaj dhe do gjykohen ata që e pranuan dhe ata që e mohuan. Shën Augustini thotë se Perëndia mund të përdorë dhe vojtet për prapjen e ungjillit. Prandaj, thotë në një vend tjetër Apostull Pavli, çdo gjë bashkëpunon për të mirë për ata që duan Perëndin, edhe vojtja dhe pengesa dhe gjykimi dhe arrestimi dhe burgosja. Këtë e shikojmë tek apostujt, e shikojmë tek shenjtorët, martirët, të cilët në mundimet e tyre bën që fjala e Zotit parapet më shumë se në kohë paqe ose kur ata ishin në një, si them, nuk kishin martirizim. Prandaj, interpretimi i sotëm mund të themi se vështirësitë mund të bëjnë raste për dëshmuar me qetësinë, dëshmëri dhe dashuri fjalën e Zotit, dhe kjo të ketë impakt tek ata që e dëgjojnë atë. Lexojmë dhe vargjet më poshtë në vargun 19 dhe 20, dhe kur t'ju dorëzojnë në duart atyre, mos u shqetësoni se çfarë dhe si do të flisni, sepse në atë çast do t'ju jepet se çfarë duhet të thoni. Sepse nuk do të jeni ju që do të flisni, por fryma e Atit tuaj do të flasë në ju. Si të kuptojmë këto fjalë të Krishtit? Shënia Gojarti sqaron se kjo nuk do thotë se të mos përgatitesh për mësimin, predikimin, katekizmin, por premtimi vlen sidomos në kohë për ndjekjesh, kur besimtari nuk ka kohë të ulet të studioj dhe ai arrestohet në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe patjetër që ai nuk do ulet tani të përgatisë mbrojtjen e tij, por do të flasë kur gjykohet me ato çfarë ka frymëzuar Shpirti i Shenjtë dhe ato çfarë ai ka mësuar. Shën Augustini shton se fryma e shenjtë nuk zëvendëson përpjekje njerëzore, por plotëson atë në momentin e nevojës. Prandaj nuk duhen keq kuptuar këto fjalë as për një klerik ose teolog, katekist që thotë unë nuk do përgatitem kur shkoj për të predikuar ose katekizuar, sepse Shpirti i Shenjtë do flasë tek mua. Patjetër që Shpirti i Shenjtë flet, por flet tek ata që përgatiten. Shpirti i Shenjtë flet drejt për drejt
tek ata që nuk janë përgatitur kur janë në situata të vështira, pra në situata kur ata nuk mund të ulen dhe të përgatiten, por duhet në ato moment të përgjigjen përpara akuzuesve, siç përmend dhe këtu rastin Zoti Krisht, pra që do t'ju çojnë përpara mbretërve, qeveritarëve, sinedërve, pra në gjykata. Por le të flasim dhe për vargjet më poshtë. Vargu 21, tani vëllai do dorëzoj vëllan me vdekje dhe ati të birin dhe bi do të çojnë kundër prindërve dhe do t'i vrasin. Si t'i shpjegojmë këto? Shën Agustini shpjegon se Krishti nuk po nxit përçarje, ai paralajmëron se besimi mund të zbulojë ndarjet që tashmë ekzistojnë në zemrat e njerëzve. Që do të thotë, besimi në Zotin është problem shpirtëror, nuk është problem thjesht logjik ose biologjik ose nga gjenealogjia. Pra, nuk transmetohet në gjak, nuk është genetike, është një zgjedhje. Kështu që ka disa njerëz që edhe pse janë brenda një familje, janë të një gjaku, të një geni, më themi, por ata njëri beson, tjetri nuk beson. Për shembull, beson burri, nuk beson gruaja, beson një nga fëmijët, nuk beson një tjetër. Prandaj, kundërshtimi vjen edhe brenda familjes. Prandaj, ai që beson kundërshtohet nga ata që nuk besojnë. Shën Joan Gojarti vëren se dashuria për Krishtin mund të sjellë kundërshtim edhe nga njerëzit më të afërt. Pse? Sepse ai që beson mbushet me shpirtin e shenjtë, ai që nuk beson dhe refuzon të besojë mbushet me shpirtin e djallit. Ne dimë që djalli gjithmonë kërkon të luftojë Perëndin dhe këtë bën, pra ai nxit këta njerëz që të luftojnë edhe brenda familjes besimtarët. Prandaj kemi raste që edhe prindit kanë çuar në akuzë, në gjykim, madje edhe vrasje dhe bijat e tyre. Kemi shenjtor si Shën Varvara ose Shën Edjela, kemi shenjtor shumë mëdhenj, të cilët janë përndjekur nga prindët e tyre, ose Shën Markela, por ose nga vëllezërit e tyre, motrat e tyre, ose fista e farefisë. Prandaj, edhe sot në disa vende besimi në Krishtin sjell refuzim nga familja, edhe aty ku nuk ka përndjekje të hapur, mund të ketë presion për të fshehur dhe nga vetë familja për praktisur bindjet në besim. Po thuaj se kjo është diçka e rëndom, mund të themi, pra ndodh shpesh që nuk kemi një persekutim të hapur, martirizim, por ose gjykim, por kemi një përndjekje shpirtërore, kemi një trysni që besimtari, për shembull, mos besoj, mos shkoj në kishë, mos bëj jetë kishtare, si burri me gruan ose prindi ndaj fëmijëve, ose ka edhe fëmijë ndaj prindërve të tyre, të cilët luftojnë pra dhe pa kuptuar, bën instrumente të djallit kundër të vërtetës së Zotit, duke përndjekur besimtarët edhe, siç tham, edhe në ambientin aq të ngushtë dhe familjar në shtëpi. Por vim dhe në vargun 22, dhe të gjithë do t'ju urojnë për shkak të emrit tim, por ai që do qëndrojë deri në fund do të shpëtojë. Ja çfarë thot Zoti, siç edhe interpreton dhe Shën Agustini, që do t'ju urojnë të gjithë për shkak të emrit tim. Pra, duhet të ndajmë këtu, sepse në qoftë se ne krijojmë një urrëtie për shkak të mëkateve tona ose dobësive tona, atëherë kjo nuk është një urrëtie e vlerësuar ose një urrëtie që nderohet. Por në qoftë se ne na urrejmë për shkak të emrit të Krishtit, sepse ne besojmë në Krishtin, zbatojmë porositë e Krishtit, atëherë kjo është virtut. Dhe kjo është një urrëtie që vlerësohet, kurorzohet me nder dhe me lavdi. Dhe duhet ne të qëndrojmë deri në fund, nuk duhet të rriqemi. Shën Agustini thekson se deri në fund nuk do të thotë vetëm deri në fund të jetës biologjike, por deri në fund të besnikërisë ndaj Krishtit. Pra, do të jemi besnik ndaj Krishtit në çdo rrethana, ndaj çdo njeriu, sa do i afërt që të jetë, sa do trysni që të kemi. Shën Joan Gojarti vëren se Jezusi nuk pretendon se dishepujt do të shmangin vuajtjet, ai premton shpëtimin për ata që qëndrojnë besnik. Pra, rruga e besimit nuk është një rrugë e lehtë, është një rrugë e vështirë, është një rrugë me konflikte, është një rrugë që krijon skandale, është një rrugë që krijon shumë përndjekje, por duhet durojmë deri në fund. Të kemi një fund të krishterë me pohimin se jemi të Krishtit, jo thjesht si besimtar që besojmë se ai ekziston, por që zbatojmë porositë e Krishtit. Qëndrueshmëria në besim nuk është një akt i vetëm, por është një ecje e përditshme. Besimtari thirrjet të mbetet besnik në lutje, në dashuri, në të vërtetë, edhe kur kjo sjell kosto personale. Etrit e kishës e kanë përmbledhur të gjithë këtë pjesë dhe thotë besimtari duhet bashkojë urtësinë me pastërtinë morale. Përndjekja nuk është thjesht mungesa e pranisë së Perëndisë, por mund të bëhet një rast dëshmi për lavdinë e Perëndisë ose të vërtetën e Perëndisë.
Fryma e Shenjtë forcon dhe udhëheq ata që mbeten besnik, dhe besnikëria ndaj Krishtit mund të kërkojë sakrifica, madje edhe në marrëdhëniet më të afërta, siç thamë, dhe brenda familjes. Fitoria vërtet nuk matet me suksesin e menjëhershëm, por me qëndrueshmëri deri në fund. Në traditën patristike këto vargje nuk lexohen si një thirrje për frikë, por si një thirrje për guxim të vërtet, për një urtësi që do thotë të jetosh me dashuri dhe paqe aq sa është e mundur, duke mos hequr dorë nga e vërteta e Krishtit, edhe kur kjo has kundërshtime edhe brenda familjes biologjike flasim. Por edhe në familjen shpirtërore, siç thash, edhe brenda një komuniteti, besimtarët e vërtet kanë kundërshti nga besimtarët hipokrit, por duhet qëndrojmë deri në fund, të pohojmë Krishtin me fjalë dhe me vepra, me dashuri, me paqe dhe me sinqeritet. Kjo do të na vlerësojë neve dhe vërtet do na tregojë besimtar të Krishtit dhe do jetë një shpërblim i përjetshëm për ne. Ndryshe, nëse ne të riqemi, atëherë ne humbasim dhe veten, por humbasim edhe të tjerët, si në aspektin familjar, por dhe në aspektin shoqëror, por dhe në aspektin e komunitetit. Mendoj që këtu të mbyllim edhe bisedën për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.